Policia e Lushnjës gjatë 24 orëve të fundit, sipas njoftimit zyrtar, ka arrestuar shtetasin TK, 67 vjeç banues në Lushnjë, pasi dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një 16 vjeçare. Ndërsa specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Divjak referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për një 14 vjeçar, pasi dyshohet se ka vjedhur disa sende në një banesë. Ndërkohë, specialistët e qarkullimit rrugor të DVP Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin BV, 68 vjeç banues në fshatin Greshic, Mallakastër, pasi duke drejtuar automjetin ka përplasur shtetasin FC, 55 vjeç këmbësor, i cili po merr ndihmë mjekësore dhe është jashtë rrezikut për jetën. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin JM, 39 vjeç, pasi u konstatua duke kryer punime ndërtimi pa leje. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.